Jemi rikthyer përsëri në transmetim të drejtë për drejtë me një temë që ka realisht ende nevojë për të diskutuar. Pavarësisht se mjekët në media vazhdojnë edhe dalin shumë shpesh, për më tepër kur bëhet fjalë për emrat të mjekësisë që kanë më shumë se një jetë që vazhdojnë edhe qëndrojnë aktive dhe i shërbejnë pacientëve të vegjël, siç është në këtë rast mjekja neuropediatre pasionare Rino, që është me mua në studio dhe na ka kushtuar kohën e saj. Mirëmëngjes edhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Faleminderit. E vlerësoj shumë që jeni me mua sot në studio. Për më tepër për një temë që na duket sikur shpesh i flasim, i themi, i dim. Po më thoni para se të nisnim këtë emision sot, që ka goxha nevojë ende të flitet për çrregullimet neuropediatre. Gjithashtu ne sot kemi menduar të flasim për shpërqendrimin. Imagjinoa sa shpesh ndodh me prindërit e ri në mënyrë të veçantë, të cilët duan që fëmia i tyre të qëndrojë për minuta të tëra para një vizatimi, para një libri, para një ekrani shpesh herë, dhe ne dim që ata që s'duhet qëndrojnë, por gjithmonë ka një justifikim për të çuar, do pi ujë, më shkojnë në tualet, ka një gjë tjetër më interesante që do t'i marrë vëmendjen. Shpesh krijohen paniqe, krijohet ankth, me siguri shumë shpesh vinë tek ju për ta vizituar fëmijën dhe ju thonë çfarë ka ky fëmia im që i zgjat shpërqendrimin me sekonda. Deri ku është normale dhe kur duhet të fillojmë të shqetësohemi? Tani, shpërqendrimi është mungesë e vëmendjes së fëmisë. Domethënë, fëmia nuk është i vëmendshëm. Dhe ajo që duhet të diferencojmë ne është ajo që thatë ju që çfarë është normale dhe çfarë nuk është normale. Që janë sëmundjet tona neuropediatrike, të cilat ndoshta duan kohë të diskutohen. Por normalisht fëmia në moshën e vet, domethënë që kur lind dhe deri në periudhën e parë të evolutive, të evolucionit, dhe në 2 vjeç e gjys, 3 vjeç, është periudha shumë e rëndësishme evolutive, që formohen shumë gjëra tek fëmijët. Sepse që nga 0 dhe në 3 vjeç, 2 vjeç e gjys, 3 vjeç, fëmia fillon hecën mirë në 2 vjeç e gjys, flet, edhe ka konsoliduar shumë probleme të rëndësishme të vetë shërbimit, për shembull fillon heq pampersin dhe është më konshient. Ky 2 vjet e gjysmë ose 3 vjet është periudhë e rëndësishme, përveç evolucionit që vazhdon, sepse fëmia në mënyrë evolutive ndryshon edhe po të diskutosh për fëmijët, gjithmonë të t'i kapësh me periudha kohore. Nuk mund të thuash ankesat e një të voglit deri në 3 vjeç normale, me një 3 dhe në 7 vjeç, me një 7 dhe në 10 vjeç, me një adoleshent, edhe me një adoleshencë që adoleshenca nuk është më aq e herët, është shtyrë shumë tani, sepse pjekuria e trurit është deri në 25 vjeç, dim normal që piqet tamam. Pra jo vetëm nis më herët adoleshenca sot, por edhe është zgjatur. Zgjatur. Tani, nëse një fëmijë neve shikojmë për shembull që në përgjithësi, prandaj unë them që duhen parë me periudha, edhe prindrit shqetësohen për shembull një fëmijë të vogël, i cili thotë ajo nuk më kthen kokën. Që është vendosur në ato kartat e zhvillimit të fëmijës, që fëmia 4 muaj, 5 muaj duhet, kur i flitet në emër, duhet të kthej kokën. Por nuk do të thotë se kjo është sëmundje, edhe prindrit sigurisht tani googlojnë, marrin informacion, edhe shqetësohen për çdo gjë. Kjo nuk është mungesë e vëmendjes të fëmisë. Fëmia, në momentin që mund të duket si pavëmendshëm, mund të ketë një problem të përgjithshëm pediatrik. Çfarë mund të ketë? Kruan dhëmbin. Mund të ketë mund të ketë pak dhimbje barku, mund të ketë pak fillim diare, mund të ketë djegje urinimi. Plus që ndonjëherë edhe mund të rri fëmia kështu dhe pa të shofi, sepse fillon edhe hyn në botën, edhe shef një diçka që se ka mendjen tek kur ti flet, se shef një gjë që e tërheq, një gjë e bukur. Mirë është mos të ta tërheqi ai ekrani, që unë e kam thënë, do ta them dhe e them që ekrani, sidomos deri në 3 vjeç, nëse prindi do të jetojë jetë të qetë, deri në 3 vjeç s'duhet i japi fëmijës zero telefon, celular e të tëra. Nëse doni të jetoni më tej. E bën. Kështu që fëmia i pavëmendshëm për një arsye të zakonshme, të jetës. Nuk është një gjë. Ka një siklet, shef një gjë që e tërheq më shumë, dhe fëmijët thonë
nuk është i vëmendshëm. Ju e përmend, doktoresha, edhe nga një anë edhe prindrit nuk kanë fajë, se vërtet që ky interneti edhe tek ne të rriturit na ka bërë dëm shumë shpesh. Pikërisht ai Google-i ku ne për çdo simptom që shohim te vetja apo tek fëmijët që akoma edhe më shumë na alarmojmë, e marrim një konsult dhe atje na fillojnë këto simptomat, nuk thën kokën, nuk dhe na del një diagnozë interneti dhe me njëherë vrapojmë tek mjeku. Inteligencia artificiale. Po, patjetër. Okej, ju thatë që fëmia mund të mos e kthej kokën në këtë moshën 5 muajshe, nëse ti e vërtet. Nuk do të thotë gjë, duhet të presësh. Po, okej, duhet të presësh. Pra ndodh një herë, po e quajmë jo shqetësuese. Por ama ka një limit, qoftë moshor, qoftë sa herë dhe sa shpesh na ndodh ky episod. Nëse ai kalon 6 muaj dhe 7 dhe nuk e kthen kokën, atëherë menjëherë duhet të shqetësohet, do vesh te pediatri, te neuropediatri, do ta shikojmë se ç'është, sepse ndonjëherë ato që s'kthen kokën fëmia mund të jenë kriza. Është shumë e rëndësishme. Mund të jetë një absencë, themi, në një krizë lehtë që fëmia, po ajo duhet observuar, sepse ajo bëhet shpesh gjatë ditës. Do ta shikosh fëmin të shkret në 2 javë, 3 javë, jo direkt te doktori, doktoresha ka marrë, do të bëj një EZH, thot nëna. Sepse mund të ketë absencë, ka dëgjuar. Tani dale çdo ankesë e fëmis duhet ndjekur, duhet monitoruar, duhet ndjekur paktën 2 javë, 3 javë. Mi po prindit unë e kuptoj, sidomos nënat mbas lindjes janë shumë të merakë, dhe baballarët tani janë bërë më keq akoma, edhe baballarët bëhen shumë, dhe ata shqetësohen për çdo lloj ankese, dhe i duhet sikur kjo mungesa e vëmendjes së fëmisë është e lidhur pikërisht me një sëmundje. Na kuptoj. Duke filluar pastaj të prapambetje mendore, të autizmit, të ADHD, hiperaktiviteti, është krizat e të tjera që janë 3 diagnoza që i thash unë shpejt që më shkojnë mua në mend kur vinë. Kështu si impakt i parë, po themi, nga shqetësimi që prindit mbart me vete. Tani kemi një favor të madh që bëjnë dhe video. Edhe ajo na lehtëson shumë. Shumë herë, këto janë sindrome benigje. Për shembull, fëmia ka ndonjëherë një mos i dridhe të brendshme, që quhet sindromi Schuder, është si ankthi fëmijë i brendshëm, ajo s'është sëmundje e rëndësishme. Çfarë është? Është benigje, është sindrom, e ka zbuluar emri autorit të Schuder që e ka bërë. Është një kështu që ri fëmia dhe bën një dridhje të lehtë të krave dhe ajo kalon. Është karakteristike të fëmijët 2 vjeç e gjys, 3 vjeç dhe kalon vetë. Kalon vetë? Po ajo për shembull i trëm prindrit edhe vinë sigurisht, edhe mua, sepse edhe mjeku nuk është perëndia. Edhe unë shqetësohem. Po shigjur zoti që kemi elektroencefalogramën që ja bëjmë dhe përjashtojmë atë krizën e vërtetë. Ne e kuptoj. Ne bëjmë me zhenë edhe nuk e përjashtojmë me zhenë dhe ajo duket që s'është krizë e vërtetë e natyrës epileptike, po e qetësojmë dhe prindin dhe kjo e zgjidh problemin. E kuptoj. Momental. Kështu që fëmia është në atë moment është i pavëmendshëm. Pastaja, nëse do flasim për mëtej, për ADHD-n që është Attention Deficit Hyperactive Disorders, do me thënë që është mungesë e vëmendjes dhe hiperaktiviteti, dhe kjo duhet parë me shumë kujdes, sepse fëmijët janë të lëvizur të gjithë të vegjël. Bile më kur lëvizin, prindrit thonë është shumë i shkathët. Ajo duhet marrë me rezervë, por ama në fëmijët janë të shkathët. Edhe që ti vësh emrin ADHD, një fëmijë 3 vjeç e gjys, 4 vjeç kur lëviz shumë, është e gabuar. Duhet të mbajtur në observacion dhe duhet 6 muaj të jetë fëmia kështu që nuk ulet, nuk përqendrohet, në kopësht e shikojnë ato që ri atje, të gjithë të tjerët ulen dhe vizatojnë, ai do të lëvizë. Shiko, po, e ti që po mendojë tani, ne të gjithë kemi nga një fëmijë të tillë, kur mendojmë, ku diun kohën e shkollës, kohën e klasa. Pra, të klasa. Prapë vështirë më duket për të bërë një ndarje kur kemi të bëjmë me një fëmijë të shkathët, shpesh prindrit thonë i ngjan mamit ose i ngjan babit, se kështu ka qenë edhe ai. Është pra, është një lloj trashëgimie. Hiperaktiviteti familjar, shikoj ADHD-ja si diagnozë neurologjike vjet me shumë kujdes dhe duhet pritur deri në moshën parashkollore. Në parashkollore që fëmijët fillojnë detyrat, aty fillohet edhe vjet re, është e qartë sepse fëmia me ADHD nuk të shikon ashtu, nuk është i vëmendshëm, ngrihet, fëmijët e tjerë fillojnë të shkruajnë, ai ecën nëpër klasë, nuk sepse ADHD-ja është mungesë e vëmendjes dhe hiperaktivitet, po mund të kesh vetëm mungesën e vëmendjes. Dhe jo hiperaktivitet. Kjo është e vajzat më shumë. Ndryshon me gjini? Ndryshon me gjini. Vajzat kanë mungesën e vëmendjes, duken sikur bëjnë naze, janë më ashtu, po dhe ato e kanë atë që nuk janë të përqendruara. Nuk kanë hiperaktivitetin vajzat, djemt janë shumë të lëvizur që e kanë hiperaktivitetin.
Dhe ajo që vëm ne re, është që prindrit duhet ta shohin disa muaj fëmin. Mos drejtojnë direkt e ky ka ADD, ose është shumë lëvizur, ka ADD, ka sëmundje, e tjera. Dhe vihet me sidomos parashkollori është i vlefshëm deri atëherë të observohet fëmia, jo mos vihet një emër. Sepse dhe trajtimi duhet bërë me kujdes. Po pra, se kemi të bëjmë një fëmijë të moshës 5-6 vjeç. Është shumë herët për ta... Trajtimi duhet bërë me kujdes. Dhe pasaj fillohen terapitë, se edhe fëmijë nuk është mirë ta çosh në terapi, ti thua, shikoj, je smur 3 herë në javë, do të çosh ti bësh terapinë e sjelljes, sepse ka nevojë fëmia për terapi sjelljes atëherë. Do ta ulësh, duhet të merret ai personi. Duhet t'ia kultivosh këtë që i mungon, pra durimin edhe thellimin në vëmendje të caktuara ku ai ka nevojë. Por korrigjohet apo jo? Sigurisht që ADHD-ja është një patologji që dominohet, por tipi hiperaktiv ngelet gjithë jetën. Duke u rritur, zbutet. Nuk ngelet të rriturit aq shumë. Por dhe pse e kemi merak në ADHD? Meraku i mjekëve është që fëmia duhet të plotësoj kriteret pedagogjik, duhet të bëj shkollën. Po pra, po. Nëse ti një fëmijë me ADHD, që ai s'mëson sepse kështu është. Ai thotë që si më përgjigj një karamam, do bëhet biznesmen, s'kam nevojë të bëj shkollë. Ta zëm. Sepse ai lëvizte shumë, dashur duhet të bëj shkollë, duhet ulesh ti i mençur, se fëmijët me ADHD nuk kanë problem të intelektit. Të zënit, po, Intelektin e kanë normal. Kështu që duhet të punuar me ta në mënyrë që mos u mbasin shkollën. Duhet ulur, duhet nështruar, duhet bërë terapi sjellje, duhet folur, ka shumë rëndësi. Edhe terapia që bëhet me tjetër kënd, ka shumë rëndësi terapia që bëhet në shtëpi me prindin. Dhe prindi është edhe mësuesja. Mësuesja duhet të pra është tregëndësh që duhet të funksionojë nëse ne themi për shembull, ja kam thënë te diku tjetër që 3-4% e fëmijëve janë me hiperaktivitet, nëse një shkollë për shembull ka 100 fëmijë, 4 i ke me këtë problem. Ose nëse ka 300, i ke 12 fëmijë. E lartë dhe që duhet të punoj ajo mësuesja ndihmëse ose psikologja që kanë në shkollë, prandaj vijnë këto për të marrë me këta fëmijë, për të punuar me ta patjetër. Pastaj jemi ne që bëjmë medikamentet, cilat medikamentet janë shumë të forta dhe janë jepën rradhë. Që është një nivel tjetër i domosdoshëm, por më i lartë. Pasi bëjmë egzaminimin. Meqense më përmendet dhe përqindje shifrash dhe statistikash, ka ardhur në rritje kjo përqindje e numrit të fëmijëve hiperaktiv në këndvështrimin tuaj apo në kontakt edhe me familjet? Nuk është ka ardhur në rritje, po është diagnostikohen më shumë. Diagnostikohen më shumë. Ashtu si dhe për autizmin për shembull. Në Amerikë është shumë më i lartë autizmi se sa këtu te neve, sepse ata i kanë statistika dhe i diagnostikojnë. E kuptoj. Dhe sa ne nuk kemi, dhe ne nuk kemi statistika, nuk është në një gjithë jetën ka pasur me ADHD. Por ne kemi pasur dhe ju keni pasur në shkollë fëmijë me ADHD që janë bërë mjek, janë bërë normal, kanë bërë jetën normale. Fillojnë edhe e kuptojnë veten, pastaj dhe përqendrohen duke mos e patur formë të rëndë, sigurisht. E kuptoj. Po, unë kam fëmijë që janë, shumë kam qenë të vegjël me ADHD dhe punojnë polici. E bëjnë punën, andaj po ai është mi mençur me patjetër, e thamë që intelekti nuk ka të bëjë fare me. Edhe i mbajnë mend dhe i di shumë veta që. Domethënë nuk është ndonjë që nuk punon dhe nuk është i aftë të martohet, të krijojë familje, të krijojë domethënë si problem të tjera që janë shumë më të thella. Doktor, meqense ju kam këtu edhe ne jemi në minutat e fundit, unë do doja të më thonit nga eksperjenca juaj shumë e gjatë, çrregullimet më të shpeshtaj që ju hasni, që vjen si shqetësimi i viteve të fundit, kush është? Sigurisht ai që është autizmi. Legjenda e autizmit. Autizmi është një problem shumë i rëndësishëm që ka ardhur në rritje. Nëse në kohën tonë ishte 1 në 120 fëmijë, në vitin 2000 ishte 1 në gati 50, 47, 50, tani amerikanët thonë që është 1 në 38 fëmijë. Në 1 në 38 fëmijë ka probleme të spektrit autistik. Dhe autizmi është në rritje për arsye të paqarta se nuk di se ç'është. Mendohet që është sëmundje që lidhet genetika me ambientin. Genetika dhe jashtëm ambientit. Këto janë faktorët, por nuk e kanë gjetur se a është në një test genetik që e nxjerr këtë problem, siç janë sëmundje të tjera që kemi neve. Shumë sëmundje që kanë teste genetike që bëhen panelet genetike. Nuk është gjetur për autizmin. Vetëm se është një patologji që është në rritje. Është kudo në botë në rritje. Ka pak shtete që e kanë pak.
Edhe jam çuditur kur kam parë që Izraeli e ka pak, Kina e ka pak dhe India. Të mendosh që janë edhe me një numër të shumë të lartë të popullsisë. Po, ndoshta janë statistikat e sakta, kush e di sepse për Izraelin di që i bëjnë ata se janë skrupuloz, po këto 3 vende kishin shumë më të ulët edhe tani. Në spektrin e autizmit, se mund të jemi autizëm, është spektër. Është spektër, po, është një gamë e gjerë se sa, po, patjetër. Ndryshëm ata që janë inteligjentët e mëdhenj, një mbajnë që punojnë, googlojnë dhe nxjerrin çuditëra të mëdha. Ka një lloj ndërgjegjësimi apo jo, dhe një lloj reflektimi edhe tek prindërit shqiptar. Është frika e madhe, është frika e madhe e prindërve. I bien, i shikojnë. Kush është simptoma më e zakontë me të cilën i sjellin? Pra kush është simptoma që shqetëson më së shumti prindrit sot dhe i sjellin qoftë për një alarm të rrën për të qetësuar veten për sëmundje të ndryshme, por ndoshta edhe autizmin me qenë se është në autizmi ka atë karakteristikën e vet që është fëmia nuk është prandaj është një patologji e trurit e cila e humb fëmin sjelljen ose komunikimi i fëmis, socializimi dhe ato stereotipit që bën lëvizjet e zakonshme, ato të duhet të shqetësojnë në fillim, sepse ai fëmia nuk përgjigjet kur i flet, por i gjithë ditën me atë që merret me një punë të vazhdueshme, me sa rrota, lëviz rotat, bën një lëvizje stereotipike të vazhdueshme, dallohen ato. Domethënë, nëse do të dallosh, shkenca thotë që më kimi një vjeç e gjysëm. Këtë doja të pyesja. Në këto karakteristika që ju përmendet, jemi në një moshë 2 e gjysmë 3 apo jo? Pra ku fëmia është në kontakt me bashkëpunëtarët e tij, nuk është 2 e gjysmë 3 vjet emri. Por dyshimet mund të nisin edhe më herët nëse duhen parë, duhen ardhur, duhen parë dhe duhen ndihmuar që të fillojnë sa më shpejt terapinë, se këtu është terapia e autizmit, është një terapia ABA, bëhet tani amerikanët bëjnë muzikoterapinë, ka shumë terapi të ndryshme e qetëson që në fillim dhe fillon punohet me atë fëmijë kur janë forma që mund të punosh, pastaj kur ka trubimet të folurit të tjera janë forma më të avancuara, atëherë duhet shumë më punë akoma, sa do mundesh të harish, çdo të thotë të harish që ta integrosh, që të komunikoj me botën e jashtme, jo me botën e brendshme. Mos jetë intern, jetë ekstern. Të merret me gjithë botën e jashtme, me shokët, me shoqet, me prindit, që mos mbyllet në atë që ka autizmi, që është një gjë që e shef atë fëmijë si drita, si yll, edhe kur e mendon që s'mundet ai të çfaqet jashtë, po gjithmonë është me atë të vetën, është shumë e rëndë dhe kur ja thua prindërve, është shumë e rëndë. Pavarësisht se në momentin që vinë tek mjeku, besoj se një përqindje të lartë të dyshimit e kanë, apo jo? Patjetër. Si e shpresin një konfirmim? Po të paktën kur ja thua, janë të përgatitur, ndonjëherë kur s'janë të përgatitur, lëre se si do t'ja thuash. Po hajde se besojnë ndoshta ndonjëherë, vin prag pastaj e besojnë. Është problem i rëndësishëm, është problem që e vuajnë një familje gjithë. Në vërtet. E vuajnë. Është e vërtet. Për më tepër që ne në vendin tonë shpesh kemi mungesa të mëdha, që nisin që nga ato ekonomike, terapit janë të shtrenjta. Terapit janë të shtrenjta, prindit nuk i përballojnë dot. Prandaj po them, nuk është thjesht çështja që ti do nisësh një mënyrë të re jetese brenda familjes për hir të një fëmie, por shpesh nuk është mundësia as për ta përballuar për pak dita javë, jo më vite, sepse kanë përshtypjen janë të gjata përgjithsisht. Duhet punë e jashtëzakonshme dhe duhet lehtësira të jashtëzakonshme dhe duhet shteti të bëjë shumë. Patjetër. 1 minutë kohë kemi. Çfarë do themi për prindrit, për ata që po na ndjekin? E kam thënë, e them dhe do ta them, kam 10 vjet që e them, mos ekranet, mos celularin, iPadin. Fëmia deri në 2 vjeç e gjysmë as duhet të shohë një pik ekrani. Duhet t'i merrni libra, t'i flisni, ta ulni, nëse e lini në një kukull, do t'ja shpjegoni shqip. S'ka nevojë të mësoj anglishtën fëmia atje, pa kuptim. Anglishtën e mëson pa kuptim. Të mësoj shqip dhe t'i flaksësh, sepse fëmia në moment thot ekrani, çfarë po më thot ai s'më flet. Kur s'më flet ekrani, çoridohet normal tjetë fëmia dhe pastaj del ajo autizmi, domethënë që është virtual, që nuk është diagnozë e vërtet, sepse fëmia kur është normal, po që një pjesë influencohet nga ajo. Absolutisht, po. Dhe besoj këtë e pohojnë të gjithë prindrit dhe e dinë që kur fëmia qëndron për kohë të gjatë para një ekrani, i duhet pak kohë të vinë në vete dhe të kthehet në realitet. Kënaqësi shumë t'ju kisha në studio. Ju falenderoj vërtet që këtë mëngjes ishim bashkë dhe për të gjitha këto këshilla shumë të vlefshme për ne
këtu edhe për ata që po na ndjekin. Faleminderit doktor Esha. Ishte kjo Vila 24 edhe për sot me këto informacione të cilat do doja t'i mbanim vetë në vesh të gjithë në mënyrë të veçantë prindrit që kanë fëmijë të vegjël kur bëhet fjalë për përballja me ekranet, një sfidë dhe një luftë shumë e vështirë sot, por që duhet t'ia dalim me të mbështesim njëri tjetrit, mos themi që nuk bëhet. Bëhet, mjafton të kemi vullnetin. Ndahemi tani dhe takohemi nesër në orën 8:45 për një tjetër transmetim të drejtë për drejtë, duke ju uruar të kaloni një ditë sa më të këndshme. Ju përshëndes këtu.